Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 26 qershor të 2025. Duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishme, por ku mund të jetë rëndësishme të gjitha ditët që po të shikoni kanë mundësi dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha që vijnë në anën tuaj. Data 26 është një ndikim shumë i mirë sepse ka bëj një gjashtkëndësh ju e dini se është për të mirë, që formohet nga gafora me urani në dëm, duke bërë ato që një ditë shumë ideale për propozime ide të zgjuara, për blerje të produkteve apo gjëra të kësaj natyre ose një pasuri të paluajtshme. Është e mundur të përfitoni dhe jo vetëm kaq, por keni dhe ndryshime të mëdha. Ndikimet që kanë të bëjnë në fushën e punës, mundësi të arta që vinë tani e tutje, duket se ditët më të mira që ka thot, do të thot me demin, do të thot me gaforën, do të thot me virgjëreshën, peshqit, bricapët, akrepët edhe diçit të tretë, kur kanë fitime dhe jo vetëm. Gjithashtu për ata që kanë planete në këto shenja. Kemi gjithashtu një ndikim shumë të madh në të njëjtën ditë, në orën 12 dhe 13, kemi diellin që formon një gjashtkëndësh me Marsin, një kënd veçanërisht pozitiv që rrit mundësitë dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës. Dhe kjo do të thotë që ka të bëjë shumë me takimet dhe vendimet. Jo vetëm kaq, por kemi edhe Mërkurin që kalon në Luan në një trekëndësh me Saturnin në Dash, ku jepet mundësi shenjat e zjarrit, Dashi, Luani, Shigjetari ose ata që kanë ascendente në këto planete. Ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitive. Këtë ditë mos e lini pas dore sepse është një ditë shumë pozitive dhe jo vetëm, keni ndikime shumë të mëdha.